Historia e pabesueshme 58 vjeçarit që duket si 20 vjeç. Quanto Tan nga Singapuri duket se ka gjetur sekretin e rinisë së përjetshme. Imazhi I artistit nga Singapuri ka bërë xhiron e botës. Ai është 58 vjeç, I lindur në 3 mars 1966, por duket rreth 20 deri 25 vjeç. Karrierën e tij e filloi si model në vitet 1980 dhe rreth 10 vjet më vonë ai hyri në botën e muzikës duke interpretuar balada pop. E gjitha kjo pa shumë sukses, gjë që I bëri t'i drejtoj pasionit të tij të vërtet fotografisë. Një mik I tij rekomandoi të hapte një llogarinë Instagram ku përveç publikimit të punës së tij profesionale postonte edhe imazhe të tij dhe tashmë ai ka 1.4 milion ndjekës. Fotografi dhe influencuesi ka pranuar se një pjesë e madhe e pamjes së tij rinore është për shkak të gjenetikës, por ai ka ndarë edhe serinë e rutinave dhe kujdesit të tij që ndihmojnë të ruajnë atë pamje. Quando I ndan rutina dhe zakonet e tij të shëndetshme në 2 pjesë, ushqim dhe ushtrime fizike, ai vetë ka shpjeguar në rrjetet sociale dietën që konsumon zakonisht. Ditën e nis me 6 vezë të ziera pa të verdha, pas mëngjesit ai ha pul me oriz ose perime të pjekura në zgar. Në kohën e drekës asu peshku dhe lëvend për ëmbëlsira, e cila zakonisht është akullore. Ai ka hequr dorë nga kafeja dhe çaji dhe tani rekomandon thjesht të pini shumë ujë, kuando zakonisht e mbyll mbrëmjen me një sallatë. Ai pranon se ka bërë një trajtim me botox, por këmbgul se ishte shumë vite më parë. Trajtimet e tij të vetme janë kremrat e fytyrës dhe lyerja e flokëve për të fshehur thinjat e tij.